Përshëndetje të nderuar shikuese ju adhurues të basketbollit. Jemi me finalen e madhe të konkurrencës së femrave ndërmjet Bashkimit dhe PES 03. Një sezon e zjarrt të Superligës së femrave tashmë ka ardhur fundi ku do të kemi edhe duelet finale për tu kurorzuar me trofeun e madh të kampioneve në njërën anë skuadra e Bashkimit që i ka fituar 8 trofet e fundit në Kosovë. Duke shkelur gjithçka para vetës, do të kërkon edhe trofeun e radhës për këtë vit, siç e dini tashmë ka fituar Superkupën e Kupën e Kosovës, ndërsa në anën tjetër PEA 03, skuadër kjo e cila definitivisht ka investuar goxha shumë këtë sezon, ka krijuar një skuadër mjaft të mirë, lojtare shumë kualitative të huaja, të cilat kanë pasur paraqitje fenomenale dhe sot kemi një gjë të sigurt, do kemi një super finale ndërmjet këtyre dy skuadrave, kemi rivalitet, do kemi lojë të bukur basketbolli e një gjë e kemi të sigurt e keni në varë të sigurt të gjithë ju basketbol dashës do të kënaqeni me këtë përballje. I pam edhe formacionet e të dyja skuadrave, pra trajneri Viktor Kovac luan me Brooke Williams, Brianna Bird, Dona Alita, Julka Morina, Dilara Mustafa, Aulona Muhadri, Alketa Temaj, Abnore Përçukuri, Nisa Bajrami, Adrian Goodball, Katerian Thompson e Klea Gashi. E shohim tek skuadra e Bashkimit që është rikthyer tashmë Brianna Bird është rikthyer edhe në duelet gjysmë finale, ka qenë një mungesë në lojën e skuadrës së Bashkimit. Kjo lojtare e cila i mungoi goxha shumë në duelet në kuadër të Ligës Unike, megjithatë sot do të jetë në dispozicion të trajnerit Viktor Kovac. Në anën tjetër, trajneri Izat Ismail luan me këtë përbërje, Gresa Berisha, Alexis Tolfri, Kalvejon Landrum, Esa Shala, Ilda Mulhaja, Sara Vranici, Erisa Nimani, Anila Selmani, Jordan King dhe Tosh Sar do të jenë në dispozicion të trajnerit Ismail. Po e shohim edhe treshën e referve, Mumini Gjekovic dhe Vitaku të udhëheqin këtë ndeshje në tek skuadra e PEA 03. Ta ndjekim fillimisht himnin kombëtar. Tifozët simpatik junior arpagjeqët e Bashkimit u përkujdesën sonte që të e këndojnë edhe himnin kombëtar, ndërsa gjithçka gati për të startuar superfinalja me topin e parë. Vashat Priz Rena se Arnore Përçuku njerë starton tek Muhadri, ka gabuar në hapa Aulona Muhadri, e cila e ngri dorën me njëherë për apes që startuese tek Bashkimi Williams, Muhadri, Përçuku, Goodball dhe Thompson janë në fush tek PEA 03, Tolfri, Landrum, Shala, Vranici dhe Sar. Ajo e cila nuk ka arritur të rikuperohet për këtë ndeshje, vjen tentimi për 3 pikë me njëherë nga Alexis Tolfri, e cila realizon me të startuar ndeshja. Sulmon me armën e saj më të fortë, në anën tjetër Abnore Përçuku e kthen dovin te Katerian Thompson, nuk ka treshe, kërcejnë për ato Muhadri e Goodball, ndërsa e kthen dovin tek Williams. Muhadri, Williams, Përçuku, shkon vetë në fund Abnore Përçuku, nuk arrin të realizon. Sar më e larta në kërcim, niset vetë, e kthen dovin tek Landrum. Landrum, top i vjedhur i Muhadrit. Gatrohen me ato gjithsesi mbetet e vetmuar, Muhadri nuk arrin të realizon, teksa e kemi nën kosh aty
Goodball që merë kërcimin dhe realizon pikët e para të ekipit të Bashkimit. Tolfri tek Sar, nga gjysmë distanca Sar arrin të realizon nga ana e kundërt e gjen Tolfri qendrën Sar, Adnore për Quku, blokohet pastër nga Sar në depërtimin e saj, teksa do kemi kundërshtuar në anën tjetër, blokat nga Adrian Goodball, pastër nxe në depërtim Alexis Tolfri. Kësi lloj blokadash kur i shohim në ndeshjet e meshkujve janë të pritshme megjithatë tek femrat. Nuk është që ndodh shpesh, vijnë pikët nga Sara Vraniqi, kundërish ekipit të saj për startin e mirë të PES 03-2-7. Rezultati në këto minutat e para në të mirë të PES 03. Williams dalet në gjysmë distancë, realizon Brooke Williams për 4-7. Ekipi vetëm që kam poshtur Bashkimin këtë edicion ka qenë PES 03 në duelin tentimin tjetër për trepin nga Alexis Tolfri, pra në duelin e zhvilluar më 24 nëntor të vitit 2024, 61 me 48 përfundoi ajo ndeshje në të mirë të PES 03, vetëm 48 pikë të realizuara nga Bashkimi. Shohim topin e vjedhur të Adrian Goodball, njihet Bashkimi për mbrojtje të fortë e për këto topa të vjedhur, të koncentruara në mbrojtje. Williams tek Goodball, e kthen topin tek Muhadri. Edhe njerë Goodball ka personale ndaj saj. Adrian Goodball, MVP e kupës së Kosovës pas një dëshim ndër shtyllat e skuadrës së Bashkimit, cila luan edhe si lojtare vendore. Dim tashmë Goodball tek Bashkimi dhe Alexis Tolfri tek PES 03, janë që të dyja lojtarët e naturalizuara dhe të barabarta janë skuadrat edhe në këtë drejtim. Alexis Tolfri, në fakt, Adrian Goodball së fundi është pajisur me dokumentet Kosovës, ndërsa Tolfri, si që mbani mend, ka luajtur në për përfaqësuesen e Kosovës. Vjen një aksion i bukur i skuadrës PES 03, realizon Sar. Pojnë të duket shumë të lehtë tim realizim vashat e PES 03, teksa në anën tjetër funksionon mirë dyshja për Quku Muhadri. Për 8-9 vijnë pikët e Aulona Muhadrit. Tolfri, Shala, Alexis Tolfri, Lendrum, kthen topin tek Shala, lëvizje e mirë e saj deri në fund, ka gabuar gjithsesi në hapa Elsa Shala, topi humbur i skuadrës së PES 03. Topi treti humbur i PES 03, që vazhdon të mbaj e bërsin. Adnore për Quku shkon deri në fund, realizon ndaljet edhe me personale. Do tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë për Quku. Sa kemi zëvendësim të PES 03, Selmani në loj në vend të Shalës. Kjo është edhe hera e parë që Bashkimi e rëmben avantazhin, më mire nisi ekipi PES në tishin me atëserin për 7-2. Gjithsesi vjen përgjigja e Prizrenaseve të cilat tashmë shkëputën në +2, 11-9.
Landrum tek Sar. Mbrojtje e mire Brooke Williams, gjithsesi nuk arrin të mbana të brëshqet. Landrum lëvizje e mirë deri në fund, ka personale nga Goodbold. Dy të lira do t'jenë për Landrum. Qëllon në tentimin e parë Landrum. Pika e parë e saj. Landrum që është edhe kapitene e skuadrës. Qëllon edhe në të dytën. Gjithçka baraz, 11-11, kur janë edhe 5 minuta 34 sekonda deri në përfundim të çerekut të parë. Loje barabart në Prizren në këtë finale të Superligës së femrave. Thompson shkon deri në fund, nuk arriti të realizon. Gjithsesi topi edhe njerë në duart e saj. Shkon edhe njerë deri në fund kësaj radhe. Tregojt e sa Katerian Thompson e rikthen avantazhin anën e skuadrës së Bashkimit. Ranici tek Selmani. Ka faul. Është faul i Katerian Thompson. Kjo përplasje me Selmanin e Thompson e ngarkon me personale Katerian Thompsoni, cila duke që ka për detyrë të ndjek Alexis Tolfrin. Landrum, Selmani deri në fund, Anila Selmani realizon për të barazuar gjithçka në 13-13 edhe njëherë. Muadri tek Thompson. Mbrojtje e mirë, gjithsesi edhe njëre vjedhin Prizrenaset me Brooke Williams atop, e cila realizon. E rëmbeu Landrum, por me ta rikthyer në mes atop, e vjedh topin Brooke Williams. Bukur topi tek Anila Selmani që ndalet me personale nga Përquku. Do t'jetë në vijen e gjuajtjes së lirë Selmani. Realizoi paraprakisht Anila Selmani në tendimin e saj për 2. Sa tani do të ketë 2 gjuajtje të lira. Nuk qëllon në tendimin e parë. Mbetet 15-13. E sakt në të dytën, pika e tretë e Selmanit. Bukur Williams aty tek Muhadri, asistimi perfekt. E nuk e qën huq kapitenja e skuadrës së Bashkimit që e realizon pikën e 4. 17-14. Sar. Selmani, edhe njerë Sar. Afër saj Goodbold. E fundit ka luajtur Adrian Goodbold. E shojmë edhe njerë momentin. Ja hoqja të po. Shie qartë. Dhe topi tek Sar që do gjuan për 3 pik. Nuk arriti të realizojnë. Marrin topin Prizrenaset që nisën në sulm me Përqukun. Arvnore Përqukun nuk qëllon, është aty Muadri për të marrë kërcimin, e kthen te Goodbold. Shkon me sulm të zgjatur Brooke Williams. Bukur Brooke Williams, çfarë lëvizje e saj. Shkon vetë deri në fund dhe realizon për 19-14. Time-out kërkohet me njerë nga banka e PES 03 pas kësaj shkëputje të Bashkimit. E nisi më mirë ekipi i PES 03 me 7-2.
Gjithsesi Bashkimi gradualisht e mori kontrollin e ndeshjes dhe tashmë ka krijuar edhe ebërsi prej 5 pikëve, ebërsia më e thellë është kjo. Shohim si do të përgjigjet tani PA 03, cila do të jenë këshillat e trajnerit Izzat Ismail, dhe kthehemi pas time-outit. Rikthehen lojtarët në fush, teksa vazhdon me këshilla trajneri Izzat Ismail për ekipin e tij. Me të vërtet Brooke Williams është fantastike në këto minutat e para tek skuadra e Bashkimit, 6 pikë të saj 3-3 nga loja, ndërsa e ka edhe një asistim super angazhuar edhe në mbrojtje është Brooke Williams. Tani më vjen topi vjedhur nga Adrian Goodbold që do të shkon deri në fund për të realizuar Ever match me Goodbold. Edhe një herë Adrian Goodbold. Çka po ndodh në këto momente me PN 03? Në mënyrë identike, 2 topa të vjedhur nga Adrian Goodbold, 4 pikë eksprese, 23-14 rezultati. Vranici, lëvizje e mire, Sara Vranici deri në fund nuk arrit të realizon topin e duart e arnore Bërçukut. Brooke Williams. Bërçuku dalet në gjysmë distancë, nuk është e sakt. Muhadri për të marrë kërcimin, ka top të disputueshëm. Do të kemi zëvendësim të 2 fish tek PA 03, King në loj edhe Shalja në vend të Selmanit Esar. Me të vërtet Jordan King është një super lojtare. Dëshojmë do të arrin të sjell më tepër freski dhe energji tani në këto momente ekipit të PA 03, i duhet kjo gjë. Landrum është liruar, gjuan për 3 pikë, realizon Landrum. I nevojite kjo treshë ekipit të PS 03, 23-17 kur po i afrohemi minutës së fundit. Ka faull. E do të zëvendësohen tek Bashkimi 2 lojtare, Bird në lojë do t'jetë si dhe Halitaj. Ulen Muhadri dhe Thompson. Bërçuku. Kanë topin e lojë tek Williams. Brooke Williams, bukur ndalje në gjysmë distancë, edhe njerë është e sakt Brooke Williams. Fenomenale, pika e 8 e saj, 4-4 nga loja. 25-17, Tolfri. Deri në fund Alexis Tolfri, mbetet e shkurtër, gjithsesi Shalja e shpëton ato, por është Adrian Goodbold me presion, e fiton edhe këtë top. Çfarë kontributi i Goodboldit, sa ky është e pasimi i fort në fakt nga Shalja për Tolfri, nuk arriti të e kapa top. 25-17, Bird tek Halitaj. Halitaj këthen topin tek Brooke Williams. Williams
Gjuan edhe një herë, hera e parë që huqësonte topi në duart e Landrum në kundër sulm Shala. Deri në fund Elsa Shala shkon realizon 25-19. Shkrihet edhe një herë e përsia. Quku bukur tek, good ball, nuk arriti të realizon, luft për ato, Shala e kontrolon. Ka nga qëfar pozite nuk realizoj, good ball dhe në kundër sulm, Landrum nuk fal. 25-21 sekundat e fundit të qereku të par. Williams tek Brianna Bird. Bird, Halitaj, dëgjuan për 3 pik Diedona Halitaj. Realizon për 28-21 për të përfunduar qerekun e par. Kthejt e përsia prej 7 pikve e skuadrës së Bashkimit Prizrena se të patën e përsin deri në +9. Edhe pse ndeshja nisi me 7-2 për PN03, iniciativën e pejaneve, Bashkimi gradualisht e mori lojën në dorë për të u shkëputur në rezultat, teksa e thash u shkëputur edhe deri në +9. Gjithsesi, po e shohim që ekipi i PN03 do të kujdeset për një ndeshje të bukur deri në momentet e fundit. Nuk ka shkëputje për Bashkimin e po besojmë që tani në qerekun e dytë do kemi përgjigje edhe më të nga pejanet pas 10 minutave të para me nga 8 pik tek ekipi i Bashkimit po luajnë Brooke Williams si dhe Adrian Goodbold. Kjo e fundit i ka vjedhur edhe 3 topa lojt fenomenale saj në mbrojtje. 4 pik i ka shtuar Aulona Mohadri, e cila i ka marrë edhe 3 kërcime. Ka bërë edhe një asistim dhe ka vjedhur edhe një top kapitenja. Me 3 pik po luan edhe Arnore Përquku që ka marrë 2 kërcime, ka bërë një asistim. 2 pik erdhen nga Katerian Thompson, ndërsa Diedona Halitaj që u inkuadrua në 1 minutë e 20 sekunda të fundit e qëlloj treshen për të rikthyer në fund pra e përsimri 7 pikve tek Bashkimi. Gjithçka gati për startuar edhe qereku i dytë i kësaj përballje. Bird rikthen topin tek Përquku. Arnore Përquku. Ka faul nga Alexis Tolfri. Halitaj tek Përquku. Bukur të Goodbold deri në fund. Adrian Goodbold nuk qëllon edhe njëre merë topin. Në të dytën e përmirëson vetën shënë luftën e Adrian Goodbold. Problem të ndalet kjo lojtare. Din të jetë e vëmendshme, sidomos me këto kërcimet edhe në sulm. 30-21. Kthehet e përsia e Bashkimit prej 9 pikëve. Landrum. Vranici gjuan për 3. Nuk është e sakt, topi përfundon jashtë. Sar do t'jetë në lojë në vend të Landrum. Bird gjuan për 3, nuk është sakt. Tolfri niset shpejt në kundër sulm, kthehen topin te King. Sar dë gjuan për 3, nuk qëllon. Topin në duart e Brooke Williams. Vizje mire saj. Kthehen tek Përquku. Arnore Përquku, kthehen topin tek Diedona Halitaj, realizoi para prakisht ju kësaj radhe. Topin në duart e King. Personale e Halitajt.
Tolfri do ta rikthen topin në lojë. Alexis Tolfri. King. Jordan King. Vraniqi tek Sar deri në fund. Qendra Sar nuk arrin të realizon në kosh. Quku tek Williams. Goodbold deri në fund, betet e shkurtër. Topi në duart e Sar. Ka personale nga Bird. Shohim edhe njerë personalin e Bird. Edu kemi zëvendësim marmore për Quku, do të ullet në loj, vend të saj kthehet Muhadri. Tolfri tek Selmani. Anila Selmani tek Sara Vraniqi, gjuan për 3. Sara Vraniqi realizon 30-24. Alitaj tek Bird. Bujana Bird ka personale nga Selmani. Me gjaz personale ishte më parë. Topi do t'jetë anash. Williams e kthen topin në lojë tek Goodbold. Edhe njerë patëm top të disputueshëm. I takon ekipit të PO03. Sar tek Vraniqi. Tolfri, King. Jordan King do gjuan për 3, nuk është sakt. Sar e mera top. E kthen topin tek Vraniqi për një tjetër treshe, nuk arrin të realizon. Topi do t'i takojnë ekipit të Bashkimit. Pejanët ka luajtur të fundit. King e shohim e ka prekur e fundit. Williams. Muhadri. Alitaj. Goodbold. Ka bën në hapa Adrian Goodbold, mbrojtje mirë ekipit Pejan. King. Tolfri lirohet, gjuan për 3. Nuk arriti kësaj radhe të qëllon Alexis Tolfri. Topi e preku tabelën. I takon skuadrës Bashkimit që po e ruan avantazhin tashmë prej 6 pikëve. Williams. Dalet në gjysmë distancë, nuk është e sa. King e mera top, niset në kundër sulm. Jordan King deri në fund, dalet me personale. Është personalja e dytë e Halitajt. Zëvendësimi dyfish tek Bashkimi me një herë. Thompson e për Quku do të kthehen në lojë. Williams ullet. E do të ullet edhe Bujana Bird. Tashmë trajneri Viktor Kovac. Po luan me treshen Halitaj për Quku e Muhadri. Treshe kjo e cila i ka ngritur këto 8 trofete fundit së bashku.
afro në rezultate dhe mëtej PA 03-30-26 e përmenda më parë. Kjo është skuadra e vetme që kam pushtur Bashkimin këtë edicion në Super League. E din formulën, do të shohim a do të arinë që të andalë seri në trofeve ekipet portokallezi, dominimin basketbolin femror. Gjasht minuta deri në përfundim të qereku të dy të shohim Dyshen Copes e Smith, lojtarët e Bashkimit. Lirohet Arnore për Quku, asistimi perfekt me njëherja ktheu Adrian Goodbold për qëlluat të 2-26. Tolfri kthen topin të King. Jordan King nga gjysmë distanca përgjigjet. Jordan King, çfarë shkëputje bukur e saj. 32-28. Goodbold për Quku tek Muhadri. Edhe njëherë ka bën në hapa Aljona Muhadri. Shtopi i treti humbur i saj. Pas minuta e 25 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. 32-28. Dobi vjedhur i Diedona Alitajt. Kthen edhe njerë tek për Quku. Nore për Quku, Goodbold nga gjysmë distanca, mbetet e shkurtër, topi përfundon jashtë, airball i saj. Mundësi për PA 03 të shkrijen edhe më tepër rezultatin kur bëhym në 5 minutat e fundit të pjesës së parë, të finales së parë të Superligës së femrave. Edhe njëre Adrian Goodbold me topin e 4 të vjedhur. Fenomenale në mbrojtje. Ndërsa ka gabim në hapa nga Arnore për Quku. Kërkojnë që të qetësohet trajneri Viktor Kovac, që qetësohet loja. Ka faul në sulm nga Sar. Ky është momenti personale së Sar ndaj Adrian Goodbold. Me njerë do të kemi zëvendësim tek PA 03. Landrum kthehet, ndërsa Sar ullët. Muhadri tek Halitaj. Muhadri Katerian Thompson do gjua në sekundat e fundit të aksionit. Realizon 34-28. Landrum. Landrum deri në fund shkon, realizon para dyshës Goodbold e Muhadri. Kjo të regon për kualitetin e kësaj lojtare. 34-30. Thompson tek Muhadri, ka personale nga Jordan King. Shojnë personalen e King. Kemi time-out kërkuar para se të vazhdojmë në 14 sekundat e radhës sulmit të ekipit të Bashkimit. 3:42 deri në përfundim të pjesës së parë. Bashkimi me përsi të ngushtë prej 4 pikëve. 34-30. Rikthehemi pas time-outit.
Ate rikthejnë lojtaret në fush. Williams me topin. Halitaj. Brooke Williams. Sekundat e fundit, Adrian Goodbold realizan. E shfrytëzojnë deri në sekundin e fundit aksionin. Nuk ju ngut Brooke Williamsit, me të vërtet një lojtare fenomenale, edhe ajo në anën tjetër. Landrum nuk qëllon. Topi në duart e Jordan King që kontrollon gjithçka. Alexis Tolfri përgjigjet me treshe. 36-33. Peja 0-3 po vazhdon me lojë më të mirë në këtë qerek, duke krahasuar me qerekun e parë që përfundoi me përsipër prej 7 pikëve për Bashkimin. Arnore Përçuku deri në fund, Përçuku shkon realizon. 38-33. Landrum. Lojë me këmbë nga Goodbold. Vraniqi du ta rikthejnë topin në lojë. Landrum. Gjenë debërtimin e këthejnë topin të Vraniqi, gjuan për 3, nuk është e sakt. Pa lojë me këmbë, topi përfundoi në këmbën e Katerian Thompson, do të vazhdojnë i takon ekipit të PE 03. King gjuan nuk qëllon nga gjysmë distanca, gjithsesi lufta për atë vazhdon. Landrum 1-1 me Përçuku, nuk është e sakt. Shala ja merr topin. Kjo që as pak nuk i pëlqen bangës e ekipit të Bashkimit. Jordan King nuk ka treshe, edhe një tjetër kërcim në sulm. Alexis Tolfri do të gjuan për 3. Gjithsesi duke që ka pasur gabim në hapa. E patë se sa herë ekipi PE 03 ja mori topin në kësh në sulm Bashkimit. Vazhdon loja e ngushtë 38-33, 2 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Përçuku tek Goodbold, nuk qëllon Goodbold. Mbrojtje mire Elsa Shalës. Jordan King. Deri në fund vet Jordan King është sakt. 38-35. Shkrihet edhe një herë vërsia në vetëm 3 Bashkimit. Williams, Thompson, Halitaj për 3 pikë tjetuan. Halitaj nuk qëllon topin në duart e Landrum, nise shpejt në kundër sulm. Landrum ka personale, realizon e do tjetë në vijen e gjuajtjes së lirë. 38-37, ka mundësi Landrum që edhe të barazon rezultatin, njihet mirë me përqindje të sakt nga vija e gjuajtjes së lirë. Do të zëvendësohet King, Sar kthehet në lojë tek PA 03, 1-23 deri në përfundim të pjesës së parë. Barazon gjithë qka. Landrum teksa do të kemi zëvendësim tek Bashkimi, kthehet në lojë dhe Muhadri, me të kthyer Sar me njerë, rikthen edhe Muhadrin trajneri Viktor Kovac. Gjithë qka baraz në Prizren, 38-38 në këtë finale. Arnore Përçuku gjuan për 3 pike, kthen e përsim prej 3 pikëve. Pika 10 e Përçuku, 12 i ka Goodbold. Landrum. Sar. E gjen Vraniqin, gjuan për 3, nuk qëllon.
Mera top. Muadri që ndaljet me personale nga Shala. Shumë minuta e fundit e pjesës së parë do t'jenë 2 të lira për Muadrin në bonus ekipi 5-0-3. Do t'ullet Shala në lojë Selmani. Era e parë që ndodhë në vjeni gjuajtjes së lirë kapitenja e skuadrës së Bashkimit. Pejtët e shkurtër në tentimin e saj të parë. Landrum. Ranici. Mbrojtje e mirë e Prizrenaseve. Williams, tjetër top i vjedhur i Bashkimit. Brooke Williams. Edhe Matej Williams e kthen topin tek Muadri që Gjuan nuk arriti të realizon. Aty është Goodbold. Nuk qëllon. Edhe njerë topin e Duarte. Adrian Goodbold, as Sera dhe Brooke Williams, as ajo. Nuk arrim Prizrenase të realizojnë sa tentime radhazi. Ndërsa ka personale të Muadrit ndaj Landrum që jep 2 të lira. Qëllon në të timin e parë Landrum. Edhe të dytën është e sakt, do të kemi time out, kërkaj Viktor Kovac, 11 sekonda janë deri në përfundim të pjesës së parë. Plus 2 Bashkimi 42-20. Do shohim çka do të përgatit tani trajneri Kovac për këtë sulmin e fundit. A do të arrijë Bashkimi që të shkëputët më tepër në rezultat për të shkuar në pushim me përsi më të thellë. Rikthehemi pas time-outit. Pra 11 sekundat e fundit me topin armore për Quku. Quku tek Williams, Brooke Williams, tek Goodbold e cila kësaj radhe realizon dhe përfundon pjesën e parë me përsi prej 4 pikëve për ekipin e Bashkimit 24-20. Qereku i pari takoi ekipit të Bashkimit që mbylli me plus 7, 28-21. Megjithatë, PA03 u rikthye plotësisht në lojë në qerekun e dytë, barazoi gjithçka në 38-38. Megjithatë, edhe një herë ekipi Prizrenase mori kontrollin dhe e mbyll pjesën e parë me përsi prej 4 pikëve. Po e shohim qereku i dytë i takoi PA03 19-16. Pas tyre 20 minutave, Adrian Goodbold me 12 pikë është më e dalluara tek... Në fakt, janë 14 pikë të Goodbold, 4 kërcime, 4 topa të vjedhur e 2 asistime fantastike. Adrian Goodbold me 10 pikë po luan edhe armore për Quku që ka marrë dhe 3 kërcime, 8 pikë tjera i ka shtuar Brooke Williams në anën tjetër tek PA03. Fenomenale është kapitenja Landrum me 14 pikë, 6 asistime, 4 kërcime i ka marrë, ndërsa u ndihmua edhe nga Toll Free me 6 pikë.
King që i shtoi 6 pikë tjera, ndërsa me 5 pikë po luan edhe Sara Vraniqi.